Ka është më i madh. Është më i madh se Kroacia? Për shembull, të them vetëm një moment. Kroacia ka përdor për turizëm, që do të thotë. Le të përdor. Çfarë do të bëjë? Ka mundësi. Vetëm jo kështu. Po jo kështu. Është turp. Si është turp? Ka që prishur, ka që shkatëruar, ka që mbërdhifur? Pse? Jo kështu. Çfarë vojmë? Sillen në gjendjen që ishte. Futi një gërqela, një gjë, një bukuria, një gjë të tash. Tani ju turprohet puna apo po ç'është garavin, ç'është garavin tash. S'kishte pse ta lënë kështu. Jemi në një kohë tjetër tash për turizëm, paguhet gjithaj miliona lekë. Gjithë edhe këtu çfarë. Do të jem gjithmonë që kjo mos dalë nga sistemi mbrojtjes. Të kufizohet. Në sa di unë, Ministria e Mbrojtjes ka një plan për hapje të zonave ku ajo operon. Dhe kjo zonë e Porto Palermos deri tash ju e pa dhe vetë nuk të leo ushtari, është në planin e prapjes. Në kushtet e modernizimit që ka flota jonë vetare, ato që ajo do pajiset me ato mjete, ky tunel, derisa u provua për 9 deset, mund të bëj për çdo lloj mjeti me gjerësinë e nevojshme. Pra i vlen mbrojtjes së vendit tonë situatat dalën ndonjëherë jashtë kontrollit. Dhe ky, me që është derdhur dhe aq djerë, se ne kemi punuar, jo se për të mbrojtur, se kemi punuar si gjithë të tjerët, por në kushtet vështira, ja vlen që ta ketë funksionin e saj, pavarësisht se mund të bëhet edhe për turizëm të futen. Unë për vete kam qenë në objekte ushtarake në Gjermani, ata kanë qenë divizion ose repart tjetër. Çdo të diel i hapnin portat për njerëzit për të parë ushtrin ku ishin, ku flinin kapanonet e gjëra. Pra, perëndimi e ka këtë. Po. Edhe ne mund ta bëjmë, aman, në një moment caktuar, brenda ta zëm 24 orë. Kjo e kthehet ushtrisë. Të vihet në funksionim. Jo, unë dua të di, është e lehtë të vihet në funksionim, është e lehtë, gjërat nuk janë prekur, gjërat thelbësore. Është e lehtë. E lehtë, po me parat madhe. Ta qesh me para, se më përpara. Nuk e lehtë sepse janë gjëra të bëra ato, që vetëm të ngulësh, të shkullësh, të ngulësh, të shkullësh, të ngulësh. Pra rivihet në funksionim. Rivihet, kollaj fare, s'ka asgjë të mos. Gjithmonë dihet një ditë keqe, nuk dihet se ç'bën. Se neve jemi don i dashur armik rreth e qartë. Për atë që rëndësinë e këtij, madhësinë e këtij objekti. Në fillim të viteve 90 ka ardhur në Shqipëri shefi i përgjithshëm i ushtrisë turke, shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë turke. Dhe për vizitë e kanë çuar ke një objekt i biri i këtij që po themi në Shëngjin. Shumë i vogël. Jo, krahasim me këtë. Krahasim me këtë? Shëngjin? Di unë kam bërë atë, unë kam bërë atë. Aha, Shëngjinin ju keni? Shëngjinin po, Shëngjini. Shëngjini është si fëmijë e këtij. Vërtet? Po Shëngjinin e mburin shumë. Po e mburin shumë, pra ai kur e pa atë u çmend. Edhe tha. Çfarë keni bërë në Shëngjin? Unë dyert edhe aplikacionet mekanike. Dyert që nuk ja dolën dot i hapnin, kur vajtën të shkatronin në të shtatën. Po si e brenda nuk e hap dot ato. Nga jashtë nuk hapen ato. S'ka burnet i hapi nga jashtë. Kam bërë këta një herë, se kuptoni? Nuk nga jashtë. Edhe ai u çudi dhe erdhi na takoi neve. Tha kush i ka bërë këtë punë? I tha ai kolegu i tij i shqiptar, shefi i shtabit të ushtrisë tonë. I tha i kanë bërë instituti i Ministrisë Mbrojtjes. Janë akoma janë, po duhet i takoj. Erdhi të nesmen, na takoi neve në zyrën tonë. Edhe porosia e vetme që i dha ai turku, i dha shefit tonë, i dha ruaj inxhinierët ata se do t'i marrin privatët. Në fakt, është eksperienca jonë. Ju morën privatët? Na morën. Na morën. Ai dha me keqardhje eksperiencën e tij turke. I dha që neve na e kanë marrë, ruajini ju që të mos ja u marrin. Edhe ata më njëherë u thanë, jeni të shkarkuar. Besoj u shkarkuan më njëherë. Jo, vazhdoja rutina e përditshme një nga një. Që do me dëshirë të madhe mund të themi që inshallah këtij objekti nxjerrim 5 lekë. Jemi ne që ndërtojmë se në dhimë se është një djesh e pa fund. Të paguajnë ata që do shikojnë. Herojnë, ti nuk e ke ide si mund bëhet kjo. Se i ka shkuar me galeri nga sipër, janë 3 galeri, se për ne thashëm për telet Gjorgji, ka qenë ai që i hapte, i bonte, do në galerit, por imagjinoj një punë kolosale, do në oficerët në krye, do në me 3 tune pandaluar në i herë, edhe themi fatkeqësi edhe atyre të shkërë 3 që u vranë në këtë objekt. Por tani për shtyp makina në një rrugë 3, në një objekt të kësaj natyre. Dhe neve duam që kësaj t'i dalin lek, por t'i dalin brenda kësaj që themi që të qëndroj një objekt ushtarak, i kufizuar ndofta,
edhe në vijën detare, edhe s'kemi pse, se tani turizmi do zhvillohet, zëmë gjithë edhe në pjesën e sipërme të portave, por jo... Me një fjalë, qëllimisht, ky objekt mos tjetërsohet në persona privat. Ky objekt duhet të qëndroj shteti shqiptar në format edhe se kush do e marrë tjetër problem. Tani shteti e vendos, dhe dhe shteti. Mirë, kjo është dëshira, kjo është dhe e mira. Se ka ditë të mira, ditë të këqija kjo botë. Foli që ai përvështirësit. Ju nuk e imagjinoni dot. Sa pardo këta inxhinierë, se inxhinierët e universitetit nxori pasi Po, këta kanë ardhur pa inxhinier, pastaj erdhëm neve, 2 vjet më. Këtu kam punuar një kompani me 110 ushtarë me 2 oficera. Punonte në 6 gruka tuneli, në 3 turne dhe mendoti si do organizohesh. Kush ka punuar? Tu kam punuar djem 18 vjeçar, pa eksperiencë. Po ta hapësh librin e preventivimeve, këto objekte, kategorizatare të punës e kanë 5-6, 7 kategori ka pasur. Duhet të thënë një gjë. Neve që në fillim më mësuam me i disiplinë teknike të tjerë zakonshme, se këtu punon edhe inxhinierët kinesë me ne. Pra, unë kam pas fatin të punoj 4 vjetë, Gjorgji 6 vjetë. Donë, 6 Gjorgji. Me inxhinier kinesë. Po. Deri në 77 ka qenë kinesë. Ishin specialistë. Ata ikën e lanë. Po, ata gjoja, nuk të ishin teknikisht, se ishin asa ata. Po, me gjysë goje, bene sikur nuk bëhet do të se filtrimet janë jashtëzakonisht të mëdhaja. Ma tregoni do të një moment si funksionon të? Do të na e dinte se zgjidhej dhe nuk e zgjidhte. Për këtë fjalë. Për kinesën. Për kinesë kur të roqen teknikisht gjoja, pas të rojnë ata. Do në duke thënë që tani këtu filtrimet bënë qa shpime në këtu. Se ishim deri të kvota zja, po filtrimet janë jashtëzakonisht të mëdhaja. Po ata me shifnin kështu ju e bëni le të këtë filtrime, po atyra e këshu ja do në të puna për të të requr. Me kështu të roqen. Ju e kuptuat edhe... Pa ne dirim se në nësyrë... Ishe logike gjerave. Ne kishim edhe mua bete shëqërore me ta. A i mund të thoshe këtu me ta për ju e bëni. Mardhen kishim marrë fund. Organizimi punimeve ka qenë kështu, me 2 sisteme paralel. Ishte sistemi komandus, që ka qenë Gjorgji, një ndër veteran dhe që ka punuar. Po të qësë për ema se jam dhe shumë të tjerë dhe mëse në i marën. Bile duhe përmëndër dhe duhe falenderuar që kanë sakrifikuar maksimumin e mundshëm. Unë e nisë për Sistemi tjetër ka qenë sistemi personelit inxhinjero-teknik. Krye-inxhinjeri ishte... Dhe, ndërsa ta batuosit, se nuk duhet ishe vetëm, po duhet ishe dhe psikolog në ushtarë, se ishin kushtet vështira. Qëtë me shkot lartë. Nuk mund të bisedonje, bile, përveç këtyre, shtetin atë ko, nuk solli vetëm inxhinierë, po solli edhe kuadrë që kishin mbaruar universitetin, gjule të si, histori, geografi, juridik, këta, që ishin shpërndarë në mbështetje të kompanive që punonin në zbatim. Kurse personeli inxhinjerotik kishim krye inxhinierin dhe ne ishim darë si pas objekt.